Si që përmenda dhe qastin e parë, tash se do të flasim për një ngjarje madhore cila ka mumbajt në Kosovë. E fituar gjatë për se këtij muaji në një qytet si Istanbuli, dhe për këtë kam prezent kryetarin e Federatës së Ciklizmit Avni Nuën. Kryetari, mirë se erdhe. Mirë si u gjete, ju faleminderit shumë për këtë ftesë dhe unë ju uroj në emër të Federatës dhe në emër tim personal që ky vit juaj edhe gjithë sportit të Kosovës gjithë të mira dhe suksese në të ardhmen. Na ke sjell lajmet të mëdha, kryetar. Na trego sepse mu shty në pas konkurrencë me shumë shtete të cilat luftojnë për me pas një event të tillë, arritet që ti me punën tënde të jashtëzakonshme, me qoftë ndoshta edhe me përkraje vetëm nga Komiteti Olimpik apo me përkraje shumë të pak se sa vendet e tjera ke arrit me marr një event madhor që ka mumbajt në Kosovë. Po, është vërtet, ne pas një bisede goxha gjatë në muajin tetor me kryetarin e Federatës Evropiane ishte që do të mbahet kongresi në Istanbul dhe pa ta kërkuar që në vitin 2027 jo për kampionatin ballkanik, po për kongresin që të mbahet në Kosovë, gjithsesi në Prishtinë, por arsye politike të cilat brenda Federatës Ballkanike jemi 12 shtete, po brenda 12 shteteve 5 federata janë të cilat nuk e kanë pranuar si shtete shtetin e Kosovës dhe aty ka shumë probleme të cilat janë të paditura ndoshta për sportin e Kosovës, por edhe për shtetin e Kosovës. Puna ime, serioziteti im dhe miqësia të cilën kemi brenda jo vetëm Federatës Ballkanike, por edhe Federatës Botërore të Ciklizmit, aty është bisedu kohë shumë një bisedë jashtëzakonisht maratonike të shtunën ku kongresi në mëngjes është mbajtur të dielën. Unë kam kërkuar që kongresi të jetë dhe Serbia ka kundërshtuar në mënyrë decisive që nuk kemi mundësi të marrim pjesë në kongresin ku ne nuk kemi hezituar dhe mirë po kompromisi ka qenë imi pasi që donë të mbahet atëherë pas zgjedhjeve të mëhershme të shtetit Kosovës zgjedhjeve qendrore, mendosha që do të kemi probleme deri të mirën hapat më të sigurt. Kërkova që të mbahet me 2027 në Maltëzi dhe me 2028 të jetë në Koçir Kosova për kongres. Dhe gjatë bisedave unë kërkova që në qoftë se atëherë bëhet këtë kompromis edhe unë kërkova që të bëhet një kompromis ndaj neve dhe kjo kompromis ka qenë që dua fjalën të më thoni po. Dhe pa hezitim kryetari i Federatës, të cilën duhet ta falenderojmë shumë të Evropës, Enrico Della Casa, kur prej vitit 2008 një lobim të jashtëzakonshëm ku kemi pasur ta bëjmë për të pranuar Federata e Ciklizmit në arena ndërkombëtare. Aty ishte edhe kryetari i Federatës Botërore David Lapartie, ku është kryetari i Komitetit Olimpik të Francës dhe anëtar bordi në Komitetin Olimpik ndërkombëtar dhe biseda e tyre ka qenë që po të mbahet kampionati ballkanik. Kjo është ndoshta për dikon është e lehtë, mirë po të them vërtetën, aty nervozizmin ka qenë zero, mirë po duhet të argumentohen gjërat dhe pse të mbahet kampionati ballkanik dhe plotson kriteret Kosova apo Federata apo Ministria e Sportit. Ne tash duhet të fillojmë të mendojmë për gara në nivelit më të lartë dhe një të bëjmë vetes një test sepse po na ofrohen lojra mesatare. Kur tham këtë lojra mesatare, brenda këtyre lojra mesatare është Federata e Ciklizmit Kosovës dhe aty do të ketë dy kategori. Road race, rrugore dhe do ta ketë ciklizmin malor. Dhe këto event janë shumë rëndësi, shumë të madhe që të bëjmë një hap dhe një eksperiencë plus, edhe pse ne kemi një eksperiencë, po flas për vete dhe me sekretarin general, kemi një eksperiencë jashtëzakonshme për arsye se po mbajmë turin e Kosovës, një garë e cila në nivelin evropian botëror
rezulton që është në ndërgore më të bukura dhe më të mira dhe kemi marrë gjithmonë dritë të gjelbër për mbarvajtjen dhe sigurinë e sportistëve ku kjo ka qenë prioritare dhe Federata Botërore kërkon këtë. Dhe unë mendoj që me kampionatin ballkanik, ku do të jenë 8 kategori të ndara nga 4, gjeni femrore, mashkullore, prej kadet, junior, U23 dhe elit, me të vërtetë është një sfidë e madhe, një eksperiencë e re dhe unë duhet të falenderoj gjithmonë Ministrinë Kulturës, Rinisë, Sportit Kosovës dhe gjithsesi ministrin Çekut, i cili me të vërtetë na ka mbështetur gjithmonë, po mbi gjitha pasi jam edhe pjesë e Komitetit Olimpik, nuk ekziston kur nuk ka hezituar që Komiteti Olimpik të na ndihmoj në shumë çështje mbi gjitha logjistike dhe unë duhet të falenderoj edhe federata tjera të cilës sikur që është në bashkëpunim të jashtëzakonshëm me Federatën e Triatlonit, kur edhe aty kemi njerëz të cilët po na ndihmojnë, na mbështesin. Po ashtu logjistika me kërkim shpëtimin, që është një tash është bërë një jehon të jashtëzakonshëm në Kosovë dhe aty kemi njerëz të cilët na mbështesin sikur që është logjistika me motociklizëm, me motocikleta, pastaj me vetura, me ndihmëpar. Dhe ne kemi bën një rreth të mirë që ta mbajmë kampionatin ballkanik, i cili do të zgjas 3 ditë. Kur pritet të bëhet? Pritet do të mbohet java e parë e qershorit, pasi të kthehemi nga turi i Shqipërisë, ku 22 maj do të përfundon dhe e mora sepse sportistët e Kosovës janë në një nivel përgatitor dhe pushimi dhe ditor do t'ju ndihmon që të rikuperohen, që java e parë e qershorit të jetë një go. Mendojmë dhe kemi një shpresë që do të jemi në treshën e parë në kampionatit ballkanik. Kjo është një punë e jashtëzakonshme e klubeve, e kryesisë federatës dhe mbi gjitha sportistët e kanë marrë si seriozitet të jashtëzakonshëm, sepse po ja mundsojmë. Ne në kampionatet ballkanike vetëm vitin e kaluar kemi qenë të handikepuar për arsye se është bërë në Rumani, ka qenë problemi vizave, është bërë në Serbi ku politika dihet çka kemi probleme, por mbi gjitha Federata e Ciklizmit Kosovë në bashkëpunim me njerëzit të cilët unë i kam thënë paraprakisht që kjo nga ministria a kemi mundësi që ta mbojmë dhe të na vi neve 5 shtete të cilat nuk nga pranu, është një privilegj i jashtëzakonshëm. Kryetar, kemi vizat kuqe për ndonjë shtet? Asnjë s'kemi shkur, sepse sporti bashkon njerëzit dhe sporti është ambasador shteti dhe të gjithë do të jenë të mirëpritur, të barabartë sikur në gjithë. E dim shenjane për tyre nuk do të jetë, sepse nuk lejojnë bazë, jo për shkak të sportistëve, që dëshirojnë të jenë pjesë e kësaj gare, por që e dim që presioni tyre i madh ndaj, sepse nga tek ata kalon mbi ta, pra deri tek presidenti i tyre. Por kalojmë diçka të bukur, për sa ditë do të jetë bllokuar autostrada? 3 ditë. 3 ditë do të jetë bllokuar në javën e parë qershorit, 2 ditë do të jetë në javën e tretë qershorit dhe turi i Kosovës do të jetë 3 ditë në shtator i bllokuar. Kështu që në qershor dhe shtator e mbani mend datat, sepse do të ketë bllokim të autostradës. Po kampionati ballkanik do të jetë komplet i do të jetë ndoshta mbi shtator. Mbi shtator. Afërsisht shkon nga mëngjesi deri në orën 2-3. Në orën 10, pastaj deri në 5-6. 5-6 do të zgjat pra pjesa bllokimit të autostradës. Sepse do të fillojnë me topa junior të 1 orë, kanë pastaj pas pushimit me gjysore 1 orë, pastaj fillon kategoria tjetër e kështu me radhë dhe do të jetë bllokuar total. Kryetare përmendëm, vetë keni arritë të merrni diçka të madhe, pra si kampionati ballkanik, me pas vini edhe një kuqyrë të kongresit të BCU se cila do të mbahet gjatë vitit 2023 pikërisht në vendin tonë. Por ajo që ka përdu më të pyet kryetar, a kena mjaftueshëm sportist në Kosovë për ciklizëm i klubin ke tregu që kem, por duket që po zbehet pjesa e sportistëve jo vetëm tek sportistët tek ciklizmi, por edhe sportet e tjera. Kjo është një fatkeqësi shumë e madhe dhe unë kisha lutur nëpërmjet këtij emisioni që Ministria dhe Sporti Shkollor ta merr pak më seriozisht në bashkëpunim me Komitetin Olimpik
të mbajnë një simpozium sa më shpejt dhe të cilën njerëz eminent nga Evropa, bota dhe ku është problemi. Problemi e dim kibernetika ka hyrë shumë zhvilluar në një shkollë aq lartë që rinia ka harruar se që pjesa fizike e trupit njerëzit duhet me qenë shumë e mirë dhe të jetë avancume sa i përket çështjes shëndetësore. Po si perfekt konstruktiv. Me pesh pak. Dhe unë mendoj që kjo shpejt duhet të bëhet dhe të shihet. Ne kemi sportista, kemi mundësi për kampionat ballkanik, ne jemi duke përgatitur për kampionatin evropian, që do të bëhet në Sloveni në tetor, kështu që talentet të cilët janë brenda Federatës Ciklizmit kemi 2-3 ciklistë të cilët me të vërtet presim një të arme të jashtëzakonshme. Kryetar, po kthejmë në njërë të kampionati ballkanik. Cila shtete do të marrin pjesë apo do t'ju dërgoni edhe ftesa nga këtu shteteve pjesëmarrëse? Apo si shkon pjesa e këtij organizimi para mbajtjes së kampionatit ballkanik? Këto është një rregullore dhe është një ligj ku kongresi merr vendim që ka Kosova ka konkuru për kampionatin ballkanik me fjalët me mesh të cilët e kemi biseduar paraprakisht para kongresit dhe ka dalë që Kosova të pranohet dhe unë jam befasuar dhe gjithmonë unë i falenderoj të gjithë ata në kongres ku e kanë dhe ka qenë vota komplet 12 shtete ndërta dhe Serbia. Dhe unë me të vërtetë i falenderoj. Ka qenë votë pro nga Serbia. Po, nga Serbia dhe unë falenderoj shumë të gjithë ata të cilët me të vërtetë sepse gjë që po ndohet i pari kryetar që ka arrit me bind shtetin e Serbisë me votu pro këtij organizimi. Të them edhe një send shumë interesant se puna ime është jashtëzakonisht. Në vitin 2016 ne jemi pranuar në Richmond, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prej 202 shteteve ndërta dhe Serbia ka votu pro. Ka votu pro dhe asnjë shtet nuk ka qenë kundër dhe abstenim. Kjo është një historike, por më vonë do të shihet kjo. 202 shtete, 202 kanë votu pro. Po kanë votu pro në 22 shtator të vitit 2016. Kjo është një punë që kjo nuk është përmend kërkun kryetar. Po është përmend ndoshta në disa dokumentacione, por zyrtarisht që përmendet tash në këtë emision. Dhe është punë e madhe. Miqësia është ndryshe se çka flitet mbrapa tavolinave dhe pirdeve të cilat politika ndërta është kryetar që ka mirë me të angazhuar edhe me punë në federatat e tjera. Jo, federata po bën edhe politika me në angazhuese nga pi bojnë thirrje edhe kryeministin e detyrë nga për një shtet ka mundësi muna me bogati për me na pranu si shtet. Po kryetar në domethënë mbledhjet e radhës për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë do të jesh i pranishëm atë për kisha delegacion. Po një shako e mirë sepse politika do të jetë ana se jo kryetar, ma në fund marrit faktet janë marrëveshje bilet kemi besoj gradualisht do të kuptojnë këtë bota sepse në një moment kur u pranum, kur na thanë që do të bëhet pas na urun kryetari i federatës kur pa qenë federatës evropiane tha Kosova është vend shumë i bukur dhe do të manitin ju, por informatat kanë shku prej komesarëve botëror të cilët e marr në turët e Kosovës, sepse direkt i prezantojnë menaxhmentit të federatës evropiane. Unë në të vërtetë i falenderoj shumë. Do të jetë një sfidë jonja stresuese, sepse përveç sigurisë rrugës do të jetë siguria personale e sportistëve sepse po mendojmë që do të vjenë në Serbia. Po besoj që kemi bëjë më të bukur siç kampionatit siç kampionatin e vitit paraprak që keni pas pra turin, që ka qenë jashtëzakonisht dhe i përgëzuar edhe nga federatat evropiane po ashtu edhe botërore. Ne kemi obligim si federat, si menaxhment, si bord, të cilët unë falenderoj për përgjegjësinë, besimin që më kanë dhënë dhe tash në vijnë sportistat të dolin në mejdan dhe të shohin dhe mos na zgënjejnë. Kryetar, ju më ka të pyeta për pjesën e sportistëve, pra numrin të cilin fatkeqësisht jo vetëm në sportin e ciklizmit, por edhe në sportet e tjera ka nisë të zbehet duke shkur ma shumë nga videolojrat.
si Call of Duty sporti CS2 që ma herë ka qenë Counter Strike. Po du më ndalë sepse ka një klub nga Ferizaj cili ka rritë pra t'i sjellë 3 ciklista por që do t'jenë nga Kolumbia që do t'a përfaqësojnë. Thuj se dhe madje klubet, por në një kohë të afërt mund t'a përfaqësojnë në Kosovë. Unë si kryetar federatës gjithmonë kam menduar të çështjen të ndërpres pa kryetar, a është kjo pikërisht një farë lloj thirrje, një farë lloj mesazhi për ekipet që ose jo për ekipet, për sportistat që vetëdijsohen që se shkak që vinë sportistë nga vendet e tjera dhe javëzojnë vendin e tyre. Po. Dhe ti merr të gjitha primatet brenda një shteti tonë. Dhe tamam ti e bën gati dhe e bën me merr një medalje, rregullon dhe çohet shteti tjetër ta merr që është një ndoshta një zhgënjim dhe kjo është puna që punoj që të jemi me prodhim vendor. Duhet të punojnë më shumë, të hapën sytë më shumë dhe ky sport e dim që është shumë i shtrenjtë, unë ndëgjoj shumë federata thonë ai sport i shtrenjtë. Të gjitha sportet janë të shtrenjta, por rekuizita e ciklizmit i kalon përveç automobilizmit, formulës dhe motociklizmit i kalon të gjitha për 15.000 euro minimum një bisikletë. S'ka skia, s'ka rekuizita sportive, s'ka asgjë që më shtrenjtë se kjo dhe mos folmi për përgatitje fizike që duhet me qenë top i përgatitje zakonisht 5 orë në bisikletë, 200 km ushtrime në ditë. Është shumë sport i shtrenjtë, shumë sport i cili do të gjithë kaloritë, ushqimi do të me qenë shumë nivelet të lartë. Kryetar, një pyetje të fundit, unë shumë herë kam shikuar velodrom. Gjë që është diçka më duket për sy është e jashtëzakonshme, por edhe për interes shtetëror është shumë e jashtëzakonshme, sepse përfitimet jo vetëm për federatën, por edhe për vetë shtetin mund të jenë shumë të mëdha. Kur pritet mu bani velodrom në Kosovë, për ata të cilët nuk është se janë dini çka është velodromi, është një palestër ku pra brenda palestrës bëhet ciklizëm. Faleminderit. Ndoshta pas ke po në faqen e federatës me të vërtet një pyetje është jashtëzakonisht e mirë dhe e madhe për shtetin e Kosovës, siç që thash më herët, po përgatitemi për lojrat mesatare. Konfirmimi zyrtar marr, infrastruktura për momentin është të themi zero dhe derisa ne të përgatitemi, bisedat kanë qenë në Stamboll direkt gojarisht që të vinë në Kosovë të bisedojnë me qeverinë e Kosovës, me Komitetin Olimpik Kosovës, po edhe me presidencën e shtetit Kosovës që ata janë të gatshëm të përgatitin vendin, mundësinë ku na do t'ja bëjmë vendin, logjistikën apo vendin të montohet, të rregullohet kjo palestër, e cila në brenda kësaj palestre nuk do është vetëm me ciklizmit. Këtë bota ku ka sporte dhe ka sporti në nivelit më të lartë për të fitu medalje olimpike janë edhe velodromet. Aty brenda ki mundësinë për basketball, për volejball, për handball, për ping-pong, për judo, për boks, për gjitha sportet dhe që janë që zhvilluar në palestra. Për palestra dhe brenda dhe minimumi me 3.000-4.000 shikues. Veç velodromi që është jashtë. Edhe është në formë elipse dhe anës sa në mbrapa ka mundësi të rregullohen zyre për gjitha federatat e Kosovës. Sepse është një hapësirë e madhe dhe aty ka mundësi të shfrytëzohen shumë sene. Dhe unë kam filluar një hap shumë të madh ku do të përfundon e kur do të përfundon e çka do të përfundon e si do të përfundon nuk e di për momentin, por unë jam i gatshëm që të bisedojmë edhe me qeverinë e Kosovës, por mbi gjitha është një plus i madh që kryetari i Federatës Botës dhe kryetari i Federatës Evropiane kanë shprehur dëshirën të vinë dhe ta prezantojnë këtë mundësi që të bëhet sa më shpejt. Unë jam i gatshëm që në komunën e Prishtinës të bëhet kjo, por në qoftë se nuk bëhet në komunën e Prishtinës, Ferizaj është i gatshëm me kryetarin e komunës ku kemi një hapësirë nga stadiumet aty dhe të bëhet kjo palestër. Sepse unë mendoj
ja vlen jo vetëm unë që jam kryetar federatës sepse pozitën që e kam do të mas 2-3 vite do ta lëm, por është e ardhmja e sportit edhe ciklizmit. Dëgjoni vetë ta them një sen. Federata e triatlonit edhe Federata e ciklizmit minimum 30-40.000 euro në vit harxojnë për përgatitje të kampit në vendet mediterrane të ndryshme. Dhe ajo ka mundësi të kthehet financiarisht. Kur zhvillimi i ekonomisë brenda shtetit në këtë palestër do të jetë më i madh për një 20-30% sepse në një palestër normale që është sikur sot Prishtina e gjitha qytetet që e ka. Në velodrom është kënaqësi të jenë fëmijët, të jenë qytetarët, të jenë gjenia femrore dhe kushdo, sepse aty është një vend është mirë me pa dhe njerëzit të realizojnë këtë mundësi të cilën me të vërtet unë kam fillu të bëj reale në Kosovë. Projekti është bërë kryetar? Kam fillu të bëj projektin dhe këtë projekt Federata Europiane do të na i prezanton në një projekt veçantë neve pas ardhes në ku pritet të vinë në javën e 3 të marsit. Javën e 3 të marsit të këtij viti. Po. Kryetar, unë dëshiroj më të mirat, falenderoj shumë që gjete kohën, dhe të falenderoj shumë për shumë lajme që na soll. Sidomos përveç kjo pjesa velodromit e kampionatit ballkanik e asaj kongresit, madje për herë të parë thuaj se dëgjum që një federat ka arrit me bind shtetin në servis me votu pro. Është skënder kënaqësi dhe unë i falenderoj shumë edhe ata të cilët kanë shpreh dëshirën dhe në fund ta shohin sepse nuk shkon në këtë mënyrë të hes përpara asaj shtetas apo ky shtet.